Përshëndetje miqtë e dashur, sot jemi në parkun e qytetit, kemi ardhur me vizitu një njeri me vlera shumë të larta, i cili është Hysnik Linaki, ku ka me na tregu më shumë rreth jetës tij, karrierës tij. Për këto dhe shumë detaje tjera, ndiqni intervistën e vazhdim. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje. Fillimisht faleminderit që ke pranuar ftesën nga ana jonë. Faleminderit edhe për juve, ishte kënaqësi. Po na tregon pak për fillimet e karrierës tënde. Sa i ke pas të vështirë me u kyç në tregun e muzikës? Po, fillimet e karrierës është çështë e marrë, ndoshta karriera ka fillu ma vonë se që unë kam fillu me muzikën, sepse fillimisht unë nuk besoj që ka ndonjë artist që ka fillu karrierën me mendjen që do ta ndjek për profesionin e caktuar. Nuk do më thonë veç muzikë, po profesionin e caktuar. Si çdo njeri fillon, sepse don një profesion, e në muzikë është ma ndryshe, pak ma ndryshe se nuk fillimisht unë mendoj që nuk llogaritet shumë profesion, po është ma shumë dëshirë. Edhe unë kështu. Qysh në moshën 5 vjeçare, dikun kam fillu me dashur fort muzikën, edhe në asnjë rast deri kam ba një moshë caktuar, nuk kam menduar se do ta bëj profesion. Po e kam dashur me zemër, kam dhënë gjithçka për të, kam lënë shumë punë anash si në familje, si do të thotë ka herë edhe shkollimin, sepse ju kam përkushtu muzikës, thash edhe në fillim pa e pas mendjen edhe pa e pas qëllimin që ta bëj profesion. Ndoshta kështu dhe shpërblehet ma mirë sepse e kam dashur shumë. Prej cilës moshë ja ke nisë për me u marrë me muzikë? Kështu që i maj men disa ndodhit vogla në familje, dikon prej moshës 5-6 vjeçare, kam filluar me drill telat e çiftelis ka pak, dikur ma vonë pak kitarës, po do më thonë që me lujt në për instrumente, nga mosha 5 vjeçare e këtej. Ti nga mosha 5 vjeçare e ke vrit veten që ki talent për muzikë, po atë ka përkra familja ose atë kanë përkra rrethyet që me vazhdu në këtë rrugë? Po, familjen normal e kam pas përkraje gjithmonë edhe sigurisht janë shtytësit kryesor, sepse ka nevojë gjithmonë artisti, po edhe çdo njeri besoj në çdo fushë ka nevojë për një suport fillimisht dhe domethënë po ka qenë suporti i familjes dhe unë e kum kujtohet si sa do thot kur kam marrë në dorë çiftelin dhe s'kemi pas bile në shtëpinë tonën, po vllau e ka sjell një çifteli të një shokut dhe kështu që e kujtoj një rast që aq shumë unë që e kam dashur ata i kanë ra para meje, kanë lujt në çifteli, po do të thotë si maj ndër të voglit e familjes, vike radha vonë për me marrë unë në dorë. Kështu që kur ata për shembull uleshin për drek, unë atëherë thosha unë s'po ha se pe marr tash unë. Të shfrytëzoj kohën. Kështu tregova bazë një rastis dëshirën time për muzikën. A ke pas ndaj rast të vështirë në karrierën tonë që ke tentu me lënë muzikën krejt për shkak ndaj arsye që nuk e dash me të ndodhë? Jo, si rasti s'kam pas, po janë zhvillu, do më thonë, unë ende nuk hyra kushtimisht në karrierë. Do më thonë, ka vazhdu pastaj me paraqitjet në shkollë, paraqitjet në shoqënitë e komunës të Obiliqit, prej ka dhe vi. Kam debutu të thot në ato shoqëri. Se ceka po ma vonë kam fillu edhe me knu, mu hjek pak marrja, edhe ja nisa edhe me knu. Kështu që në vitin 1992 kam regjistruar Fakultetin e Arteve, degën e muzikës, drejtimin e solo këndimit. Dhe pastaj, nga këtu llogaris që kam filluar ta bëj profesion muzikën, dhe që nga viti 1996, që i bjen tash 30 vite, unë mirëm profesionalisht me muzikën, edhe këndoj edhe e kryoj. A ka ndryshu pak muzika në tregun muzikor, tash ty po dalin artisteri, a e cilëson muzikën ma të mirë atëherë, tash në këtë kohë? Unë gjykoj këta shumë shpesh disa kolegë dhe
ndoshta si nga ai tabor, si nga ky tabor, thojnë atëherë o kanë më mirë, tash ka kështu, unë mendoj që gjithë ka muzikë të mirë, varet personin që don me dëgju muzikën ku e gjen veten. Ka pas edhe atëherë muzikë shumë kualitative, ka pas tekstet e kanë më me përmbajtje, shumë, po çdo të thotë që edhe në ditët e sotme ka këngë të mira, domthon niveli muzikor mendoj që është ngrit shumë edhe teknikisht, po edhe interpretativ, ka solista shumë domethon të përgatitën, po Kosovë, sidomos në gjithë Shqiptarinë kemi shumë talent, kjo dëshmohet edhe po mujna me i dhonë edhe botës se jo veç tregut shqiptar. Sa po të vlerësohet puna që pe bën këto në tregun shqiptar? Po të shohim me standardet ku jetojmë, mendoj që mjaftueshëm edhe respektohet edhe vlerësohet, po me marrë do të thotë qysh jetojnë dhe qysh veprojnë, po çfarë kushte dhe çfarë standardi kanë artistat në botë, normal që janë shumë më lartë dhe jetojnë një jetë krejt tjetër. Unë jam i kënaqur me jetën që bëj, jam me punën që bëj, me shoqërinë që kam, është në rregull dhe deri këtu nuk kisha dashur as me ndru. A kishe mujt me punu diçka tjetër për me lënë anash muzikën? Kam provu shumë, jo shumë punë, po prap lidhet pak me art. Unë do të thotë zdrukthari kemi pas në shtëpi. Babajnë e kam pas zdrukthar dhe kam punu një kohë me dru. Dhe kjo krejt gjatë studimeve. Bile muj me thonë që e kam investu veten me punën e drunit për me i kry studime, se ka qenë periudhë shumë e vështirë, kur kemi qenë të okupum. Krejt në atë kohë unë kam mbaru fakultetin e muzikës dhe kam punu do të thotë edhe me dru. Bile këtu e ceku babaj imi ndjerë tash, shumë u gajloj u bëjke me rak se theke mos po i prejnë në i gishte, është punë rrezikshme. Mos po prejnë dorën apo diçka, ty duhet për muzikën se ti se ke i menën dhe ke më marrë me këtë punë. Kështu që jo, ashtu i pështova asaj dhe u kyqa ma seriozisht muzikën dhe kam bë profesion dhe ndihem mirë me të. Cila është konga që e ki ma për qefe dhe ta kërkojnë edhe ne për dasma, kur kënone për muzika ndryshme me knu qatë kongë që ju pëlqen ashta publikut mas shumë ti? Po, kam edhe bashkëpunime edhe kongë të shumta, sepse u bën 30 vite që merrem me këtë punë. Kënga më e dashur për mua është kënga Sikur të isha me kompozim të Naim Gjoshit e me tekst të Dritur Agollit. Është kënga, unë jam poet dhe këngëtar, të dua ty më bukuri e rallë, është shumë tekst i mirë i Driturës. Ndër bashkëpunimet e kisha shquë bashkëpunimin, çdo të thotë që ja na shkaloj tjerë, sepse kam shumë bashkëpunime, sidomos me reperin, është interesant të thosh se unë nga ky zhanër, po me reperin Golda G kam 10 bashkëpunime të frytshme që i kanë përsjell publiku dhe i kanë ndjek shumë, tregojnë edhe klikimet, po kam shumë bashkëpunime edhe me kolegë të stilit tim, siç janë Shkurte Feza, Elir Çaçiri, Riza Selimi, Xhemal Murtishi, sigurisht e harroj dikon, po e kisha veçu duetin me Rapsodin Hashim Shala, tash i ndjerë, që është një këngë, domethënë, se me një përmbajtje të mirë, ku vihet domethënë një farë rivaliteti, siç e se ka më herët tek të rritë që merren sot me muzikë dhe tek ne, do thotë muzika jonë, ku me disa thumba artistik kështu e vëmë pa atë farë rivaliteti. Po ma kam pëlqyer do të të tjerët edhe mendoj që është për bashkëpunimet është ndër më të mirët. Si që dimi shkruan edhe tekstet vetë, a ja shkruan edhe dikuj tjetër, apo vetëm tekstet e tuja? Dhe sa është e vështirë për ty mja u shkruaj tekstet dikuj, sa ndohen të kënaqur? Jo, informata e gabuar, tekste rrallë shkruaj. Shumë rrallë, mbase në i këngë për fëmijë aty këtu, ka ndodhur 1-2 fëmijat që kam menduar që ja vlen,
Ndërsa tekstet për mua i ka shkruajt fillimisht motra ime Lumnia Klinaku, ndërsa se ka dritura golle, ka shumë poet, kështu ka një këngë 2-3 që kanë shkruajt. Po në shumicë motra Lumnia dhe Milaem Islami. Këta janë dy shtekshkruesit më standard që kanë punu, do thot, për këngët e mia, po që bashkëpunoj edhe për këngëtarët tjerë dhe normali porosis këta dy për me bë tekstin. Ndërsa unë më shumë, do thot, kur jam në interpretim, jam duke orkestru ose duke interpretu. Këto puni i bashkërëndis dhe kështu funksionoj. Ndihem mirë se pyetja ishte të tekstet. Ndihem mirë edhe në krijim sepse më duket sikur fush e jona, jam brenda muzikës. Na të falenderojmë shumë për kohën tuaj. A kishe mujt edhe një mesazh për gjithë artistat e ri që tentojnë me hyrë në tregun e muzikës, çfarë këshille ja u kishe jep? Se di, momentalisht a do ta kem këshillën e duhur, po puna është mbi të gjitha, se do të thotë si të kesh pak talent dhe vesh muzikor, puna është, do me thonë se që të arrish qëllimin. Punoni shumë, sillni tekste me përmbajtje, me muzikë kualitative dhe suksesi nuk mungon. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve, që isha në ditën me ju, ose në ditën me ne. Falenderojmë qëndrimin, edhe ty Leonita, faleminderit shumë, ju urojmë suksese. Gjithashtu, çdo të mirë.